Pentagoni ka publikuar për herë të parë mbi 160 dosje sekrete që dokumentojnë shfaqje të objekteve fluturuese të pa-identifikuara, disa prej tyre që nga vitet 1940. Dokumentet përfshin raportime për disqe fluturuese, si edhe një objekt të ndritshëm portokalli të përshkruar si syri i Sauronit nga Lord of the Rings, janë ndër incidentet e përfshira në dosje, të cilat vijnë nga FBI, Departamenti Amerikan i Shtetit, dhe NASA përveç Pentagonit. Këto dosje, të fshehura prej kohësh pas klasifikimeve sekrete, kanë ushqyer spekulime të justifikuara dhe ka ardhur koha që populli amerikan t'i shohë vetë, deklaroi sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth. Presidenti amerikan Donald Trump përshëndeti publikimin e dosjeve, duke shkruar: ndërsa administratët e mëparshme kanë dështuar të jenë transparente për këtë çështje, me këto dokumenta dhe video të reja, njerëzit mund të vendosin vetë çfarë dreqi po ndodh. Më shumë se 160 dosje u publikuan në faqen e Departamentit të Mbrojtjes, i cili zyrtarisht i referohet UFO-ve.